që kërkojmë shpjegime në lidhje me pjesëmarrjen e kryeministit në atë samitin e Barcelonës, një samit i ekstremit të majtës populiste më mirë, e cila realisht nuk bëri gjë tjetër vetëm se anatemoi dhe goditi ato që janë impenjimet e Shqipërisë. Një samit i ngritur për të goditur Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump, duke goditur në radhë të parë Izraelin dhe duke dhënë sinjale të antisemitizmit në punimet e tij. E kuptoj. Po? Zoti Shehu, jo, meqense përmendët Shtetet e Bashkuara se ka një lajm shumë interesant, ambasada amerikane në Tiranë sot pas dite ka ndarë në rrjetet sociale mesazhin e sekretarit amerikan të shtetit James Rubio për kufizimin e vizave për 75 anëtarët e grupit Sinaloa dhe është shpërndar specifikisht për Shqipërinë ky mesazh. Për lidhjet që janë eksojnë midis Shqipërisë, institucioneve shqiptare dhe atij grupi kriminal. Absolutisht. Është një paralajmërim i vazhdueshëm që vjen ndaj Shqipërisë. Ka mesazhet e qarta që po vinë te Shqipërisë. Qoftë për shkak të kriminalitetit që Shqipëri, korrupsionit, shkeljes së demokracisë dhe Shqipëria i përgjigjet duke thelluar gabimet dhe duke u rreshtuar me ata të cilët kërkojnë të godasin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një paradoks i madh ose mirë themi shpreh pikërisht vullnetin e kësaj maxorance e këtij regjimi për të bllokuar procesin e integrimit evropian. Sepse autokratët, regjimet nuk duan të futen në një ambient demokratik të lirë me rregulla loje siç është Bashkimi Evropian, por duan të notojnë në detra midis tyre pa i kërkuar njëri llogari dhe pa vendosur rregulla loje. Dhe kjo është shkaku dhe atij artikull të përbashkët Rama Vučić, i cili kërkonte në fundit vetëm një marrëdhënie ekonomike me Bashkimin Evropian dhe lëvizje njerëzish dhe as pak antarësimin e Shqipërisë në një hapësirë demokratike, vlerash, standardesh, lirish, të drejtash, me cilët ndërtuar Bashkimi Evropian. Por Brukseli e dha përgjigjen. E tha qartësisht, janë të papranueshme të tilla